Zhdima, çfarë është për ju ky SPAK me një drejtues të ri, Klodian Brown, dhe SPAK-u 2026-s? Shikon, le të themi, një fluks hetimesh, shikon goditje të niveleve të rëndësishme të zyrtarëve dhe politikanëve? Drejtuesi i ri i prokurorisë nuk është vetë tjetër një drejtues i cili vjen nga kolegët e tij, nga linja e tij e mëparshme që zoti Dumani, zoti Kraj dhe të tjerë prokurorë që janë pranë prokurorisë së posaçme. Ky individ që ju po shikoni në ekranet tuaja është një individ i cili për mendimin tim nuk ka qenë një prokuror i cili ka pas një gatishmëri ose më mirë një provojë apo një pasuri të madhe në aspektin e të arrestuarve dhe në atë që themi gjithmonë goditjes në kohë reale të krimit organizuar dhe korrupsionit. Ka qenë një prokuror i cili ka pas një rol jo shumë aktiv, po normal. Por ajo që unë kuptoj nga ju është pyetja, a do të ketë ky guximin të kënaq opinionin publik me arrestime të mundshme në politikën qendrore? Po them të kënaq opinionin publikun, e kam pyetjen ndryshe. Tu tani vim edhe japim përgjigje. Sigurisht që dhe zoti Brau do të jetë në të njëjtën linjë me zotin Dumani, sepse zoti Dumani në atë detyrën që pati ishte mbushi ato buzin me të gjithë opozitarët, por dhe të gjithë kundërshtarët brenda Partisë Socialiste të zotit Rama. Premçi sot më ndiq ti Zhdimun për debat sepse unë kam ezauruar. Debatin për SPAK-un. Për zotit Brau, zoti Brau do bëj diçka ndryshe për shkak se e mbushi ato buzin me opozitarët, e mbushi, nuk ka çat mbushi më. Ajo që qenë opozitar Ilir Beqan, qenë opozitar Erion Veliaj, qenë opozitar Arben Ametajn, qenë opozitar në rast të merret zoti Beqaj të kapi me radhën, sterilizimi është politikë e zotit Rama. Zotit Veliaj është incenatori, Deledi Rama aty. Kush ishte ai tjetri atje? Alçi Bllako, Deledi Rama aty. Tani, një sekond tani. Do të kemi parasysh diçka. Tek rasti i zotit Brau, ai ka marrë një rol tani do thoya më shumë të rrezikshëm se sa zoti Dumani. Pse çfarë bën më të rrezikshëm? Do të mbushi ato buzin me banda kriminale, organizata kriminale, kartele, dhe brenda këtyre karteleve që të kënaqet tani opinioni publik. Kemi në pjesën e tretë të diskutimit të gjëra. Duhet të dalin politikan. Tani politikan nga opozita, t'jem realist, nuk dali, se asnjë bandit nuk jam edhe i sigurt që nuk shkon nga opozita të kërkojnë ai gjë, sepse opozita e vetëm pushtet që ka është fjala. Tani shkon tek pushteti gjithmonë. Tani aty do jeti zoti Brau, që brenda 2026 deri në mbarim të mandatit të 2028 të çojë në të vërtet përpara drejtësisë dhe jo për statistika, njerëz që duhet patjetër të ndëshkohen nga një drejtësi e pavarur dhe e paanshme, po jo nga njerëz të cilët duhet të futen dhe të procedojnë për shkak se duhet të plotësojmë statistikën dhe raportin në parlament për 2027-ën, për 2026-ën në vazhdim. Prandaj duhet të mbajmë një qëndrim dhe të themi, çfarë? Linja e zotit Tumani në vijim të linjës së zotit Brau duhet dihet që është mbushja autobusi, nuk është asgjë më shumë. Pse them këtë gjë? Sepse pikrisht zoti Brau nuk mund të shkelmoj atë çfarë ka bërë zoti Dumani dhe as zoti Dumani nuk shkelmoi atë çfarë kishte bërë zoti Kraja. Dhe mos harroni një fakt tjetër, që këtu kemi diçka më të rrezikshme se sa janë arrestimet. Kush është? Çfarë është ajo? Mbaro mandatit i zotërisë. Ky zotëri në 2029 është pensionist. Zotëri jemi fillim 2026-s. Më fal, jemi 2026-ën. 3 vite. Po 3 vite pastaj. Ikën ky, shkon pension. Mos ndil këtë zoti Dumani 2028. Ju mendoni se do ketë dikush guximi nga këta të godasë krimin organizuar pa marrë garanci për jetën e tyre dhe të familjarëve të tyre? Çfarë janë këta? Zoti janë këta, nuk janë njerëz këta, nuk jetojnë në Shqipëri. E ka marrë përsipër. Po çka ka marrë përsipër? Po të fut njerëz në burg pa prova, jam dakord unë, atë po, jam dakord. Fusim në burg akoma edhe ajrin edhe pemët edhe lumejt dhe çfarë do duash ti? Si bëri ky? Ky çfarë bëri? Ky futi të gjithë opozitarët në burg, futi të gjithë ata të cilët quhet sikur kë opozitar. Berishën, Metën, Ametajin, të gjithë këta të cilët Ameta e opozitar? Zëvendës kryeministri? Dëgjoj mua, opozitar brenda qeverisë o vlla. Po jo, Ameta i ta them unë, Ameta i ka qenë. Këtë opozitar, po derisa i erdhi Flaka, e di çfarë do thot Flaka? I erdhi Flaka pastaj opozitar. Ah, bravo. Po jo, nuk ishte opozitar.
Po opozitar në interesin e tij. Opozitar në interesin e tij. Pra ai ka qenë dhe është pjesë, po më dëgjoj. Pra ti duhet të kuptosh të gjë. Disa procedime që kanë ndodhur tek rrethi dhe obori zotit Rama janë bërë që të bindet opinioni publik, që SPAK-u nuk ndikohet vetëm për shkak se është ky Sali Berisha, Ilir Meta, Ahmetaj, po duhet edhe Bllako dhe Lefter Koka dhe të gjithë këta të arrestojnë. Pse? Sepse duhet që populli të bindet që ekziston. Shiko, këtu prokuroria jonë është shumë organizuar, është një prokurori që ka prek të gjithë këta njerëzit, nuk ka njeri të paprekshëm në Shqipëri dhe ai që tha fjalën që nuk ka të paprekshëm quhet Altin Dumani. Pra, ju duhet kuptoni që loja që luajti Altin Dumani ishte në favor të zotit Rama. Ai u vërtetuar nga 11 maj që zoti Rama mori me bekimin e zotit Dumani 83 mandate dhe tani çfarë do të bëhet tani në këtë situatë që është zoti Brau? Do të bëhet ndryshimi. Pra çfarë? Aty nga korrupsioni do përfshihet korrupsioni, krimi organizuar, organizatat kriminale, kartelet dhe do dali politika. Dhe në fund fare, në disa raste kur zoti Brau do të shkojë në nivelin e zotit Dumani dhe madje duhet ta kapërcejë zotin Dumani se ka konkurrencë, sepse të gjithë këta 20 shenjtorë që janë sot te SPAK-u në 2029 të ndalin pensionist, duhet në fund fare të mbrojë veten e tij. Si do ta mbrojë veten e tij? Në fund fare zoti Brau mund të bëj guximin e madh, të marrë në pyetje zotin Rama, të marrë të pandeur. Kur mund ta marrë kur? Të pandeur kam një dyshim që do ta marrë, të pandeur do ta marrë në pyetje kur drejtësia amerikane do të rihapi rastin e McGonigal. Unë mendoj që Brau mund të dalë dhe të mbrojë Ramën dhe të japi dorën dhe të thotë, shiko, nuk do të hetojnë amerikanët, por do të hetojmë ne shqiptarët. Dhe e dini shumë mirë ju që kur shqiptarët hetojnë edhe ka janë kryeministin në Rama në krye detyrës ose jo, është në varësi kjo në varë të rrethanave dhe të tjera, duhet keni parasysh diçka që një prokuror që të jetë i pavarur, nuk duhet që familja e tij dhe pjesa e tij familjes të jetojë dhe në kuptimin të punojnë në administratën shtetërore, se është një formë presioni. Për prokurorin flasun lere, për gjykatë tani në këto momente. Pra do të thotë që do të ketë guxim zoti Brau që të arrijë këtë gjë, unë mendoj me shumë vështirësi, por unë inshallah gabofsh edhe unë dua gjithmonë të gaboj, sepse ndonjëherë është edhe një rast që themi më mirë provokon që personi mos të gaboj, po duhet të gaboj. Ka edhe një rast i cili duhet edhe të gaboj që të dalë një rezultat i gabuar, por në fund fare fitimtar për gjithë shqiptarët. Uroj që aty duhet të jetë shifra e dur që zoti Brau duhet të godas. Unë pro SPAK-u ta vasha. Një sekond. Nuk një sekond. Me këtë që the, drejtësia nuk është. Një sekond. Drejtësia nuk është SPAK-u. Pastaj në rast se drejtësia shqyrton provat dhe thotë që këto prova që më sjell mua kundër Ramës, kundër Metës, janë prova të cilët nuk janë prova, sigurisht gjykatësi i hedh Brahos dosin në kokë. Okej, mirë. Zhlimar, rikthehem sërish se thash edhe një herë, debati nuk do dua ta bëj unë sot se ne kemi bërë këtë debat, meqense kam Prençin. Tani Zhlimën e dëgjove. Zhlima ka linjën e tij kritike ndaj prokurorisë posaçme, SPAK, unë gjithnjë bëj debat për të kuptuar bashkë me audiencën. Tani Prençi më thuaj, ku jemi me SPAK-un në këtë fillim vit dhe për gjatë 2026-s? Shikon, unë jam i bindur që zoti Brau është një prokuror me integritet. Ka patur suksese në fushën e hetimit dhe meqense është me shumë të i profilizuar të krimet e korrupsionit, dhe ka qenë dhe i suksesshëm në raport me këto lloj kriminaliteti, do të sjell vëmendje që ai ka mundësi që të ndikojë në Shqipëri që të harrohet emri i Altin Dumanit. Me çfarë mund ta bëj këtë ai? Të shkoj përtej. Ku? Ja, se do t'i them ose ku. Politikat qeverise bëhen, siç e përmenda në fillim për atë çështjen e përmbytjeve, bëhen për interes publikut ose për ta vjedhur publikun. Atë $1.7 atë raportin, në Shqipëri është instaluar një format që ka dalur dhe në krimet në grupin e Akshit. Po? Ka dalur ajo tendri bën 2, do ta bëjmë 4. Pra
Kjo qeveri ka instaluar 2 fishimin dhe 3 fishimin e preventivave ndërtimore të një projekti, të një objekti, për të përfituar maksimalisht qeveritarët, oligarkët, operatorët, ndoshta i fyem, po të quajmë oligark, operatorët konkurrues, të cilët nëse për të bërë një punë, për të prodhuar një karrike, duhen 5 lek, qeveria e planifikon 15 lek. Që të ketë me vjedh qeveritarët edhe zinxhiri i qeveritarëve dhe në fund t'i ngelen edhe operatorit edhe të prodhoj karriken. Pastaj karrika thyet për 2 ditë, thyet për 3 ditë pa kransika. Kjo është shembulli. Fakti që një qeveri brenda pak viteve e çoi 1 kilometër rrugë nga 5.7 1 kilometër autostradë nga 5.7 milion euro në 20 milion euro, do të thotë që është 3-4 fishuar për të vjedhur, sepse ne nuk kemi parë rrugë me cilësi. Në parullën e Edi Ramës rrugët i lanë rrugëve, qeveria e Partisë Demokratike, pra i ka lanë rrugëve, sot rrugët nuk janë rrugëve, po kanë rënë gremin, janë shembur të gjitha. Të gjitha unë nuk di ndonjë projekt të filluar dhe të mbaruar nga qeveria e Partisë Socialiste, që të ketë mbaruar me standarde dhe të mos jetë dëmtuar. Ndaj dhe do të dalë drejt për drejti tek detyrimet e SPAK-ut. SPAK-u duhet të kalojë në hetime kryesisht politikat e qeverisjes së Partisë Socialiste për 12 vitet e para. Politikat. Strategjia e trajtimit të mbetjeve. Po, është dosjen e senatorit. Të shkojë në fund. Ato nuk Të shkojë në fund kush janë? timore? Të mbaroj, jo, të lutem. Tani pa Dumani, shikoj jo tutëm, ka thënë Dumani këtë. Është në fazën timore, procesitimi. nuk ka pafundësi. Tani am pyete. Ka zvaritje. Okej. A më pyete. Zvaritje e qëllimt. A më pyete. Ecim. SPAK-u duhet ta mbyll. Okej. Strategjia e trajtimit të trajtimit të mbetjeve spitalore. Okej. Dështim. Pra brenda kemi 3 strategji të trajtimit të mbetjeve. Dështim. Strategjia e sterilizimit të përqendruar, të privatizuar, të vjedhur, dështim. Dosja Beqe, kam përshtypjen. Strategjia e check-upit. Dosja Beqe. Dosja po prit para tani. Jo, po ja sqaroj publikut, pra, ti sqaroj për publikut çfarë dosje janë. Strategjia e zvoglimit të riskut dhe dhe minimizimit të fatkeqësive efekteve të fatkeqësive natyrore. Tu s'kemi gjë. Asnjë qindark në infrastrukturë kritike dhe Balluku më ke çështje. po dalim për këtë përkeqësimi. S'ka tipike. Strategjia e kontrollit territorit përfshi edhe satelitët. Kontrolli i territorit për fenomenet e paligjshme. Dështim i kësaj qeverie. Pra, pastaj strategjia e rikualifikimit urban. Janë prishur gjithë qytetet ku janë investuar trotuare, bulevarde, më tha tash me pllaka guri e kanë dalë për eventet. Strategjia e infrastrukturës funksionale në Shqipëri, 0. Të ka shkuar rruga Qukës Qaflloq, Ushem pra. sot ka ndodhur fenomene të tjera. Ushem pra. Strategjia për arsimin në Republikën e Shqipërisë e kanë pranuar që është një dështim. Strategjia për shërbimin falas, dështim. Strategjia e luftës kundër korrupsionit, qeveria 0. Luftë kundër korrupsionit. Më jep mu vetëm një rast që instrumentet e qeverisë, jo të pushtetit të prokurisë dhe gjyqësorit, duhet të instrumenteve që ndalojnë korrupsionit, sepse qeveria ka instrumente duke filluar që tek Agjencia e Inteligjencës Financiare në Ministrinë e Financave për pastrimin e produkteve dhe veprës penale, tek krimi ekonomik, evazioni, korrupsioni e tjerë që i mbulon krimi ekonomik në drejtorinë e përgjithshme të policisë, në departamentin e hetimit të krimit, që tek auditët e çdo ministrie dhe çdo institucioni të pavarur, edhe tek drejtoritë apo agjencitë që funksionojnë. Po të dalim burgje ty me kaq shumë sa përmendje? Të lutem, a flasim për të shërbyer shqiptarëve? Në rregull po. Strategjia për bujqësinë, i nderuar, kemi humbur të drejtën për të përfituar nga fondet i partë.
jo më pak se 112 milion euro. Buqi tanë dridhen se nuk guxojnë dot të mbushin zetorin me naftë. E plot strategji që mos i mërzis teleshikuesit tuaj, SPAK-u të morë gjithë strategjitë që janë politikat qeverisjes, si i kanë menduar, si i kanë realizuar, pse nuk i kanë realizuar, kush i ka penguar, kush i ka sabotuar, kush i ka neglizhuar, kush ka mbajt qëndrim pa kujdesshëm detyrë. Unë nuk po bëj kualifikimin e veprës penale, se kam këtë të drejtë. Por nëse don SPAK-u të futët të jetojë strategjitë edhe t'i kthej përgjigje qytetarëve shqiptarë përse Sako i Durrësit në vitin 2025 ka paguar 6 milion euro kompanisë inceneratore. Përse? Ku e merr këtë guxim? Një person në kërkim ndërkombëtar, të marrë të pandehur, financohen çdo vit nga Bashkia e Tiranës, Bashkia e Durrësit dhe gjithë bashkitë e Shqipërisë për përpunimin e mbetjeve, ndërkohë ku qeveria shqiptare ka lançuar strategji tjetër për trajtimin e mbetjeve në nëntor të vitit 2025 dhe ka heqë dorë nga incenerimi. Tani, a do vazhdojmë të tallemi me opinionin publik apo do t'i ndërgjegjësojmë që kjo qeveri vetëm të vjedh? Ne s'kemi gjë me individ caktuar. Fakti që ka dështuar që kjo lloj qeverie, ki sekt qeverisja, ka dështuar në strategjitë e planifikuar të politikave të saj, tregon që o nuk ka pas ekspert për të implementuar strategjitë, ose ka gabuar me politikat, ose ka ngritur një sistem për ta vjedhur shqiptarët dhe jo për të investuar, për të përmirësuar jetën dhe infrastrukturën e qarkullimit. Okej, unë do i them sërish. Unë kam besim, unë kam një besim që nëse ka gjak shqiptari dhe nëse ka del juristi, zoti Brao do ta qoj përtej punën e Dumanit. Në të kundërtën, mas një viti, ne të tre, nëse jemi gjallë, të shkojmë t'i pim kafen pa sheqer, e t'i thomi rahmet past, ose ndjes past, si i thoni ju. Njësoj. Faleminderit. Në ato strategjitë që përmendet, është shumë qartë del që del emri Edi Rama. Po strategjitë janë politikat e qeverisë. Unë nuk i përmenda kot. Del emri Edi Rama. Në rast se ky prokuror i ri thotë që nuk është i trembur, nuk është i trembur nga asnjë pushtet, edhe sidomos nga pushteti ekzekutiv, me këto që folët dhe me të shumë të drejtë, unë nuk marr pjesën e SPAK dhe nuk mund të them që duhet të arrestohet, po të paktën të merret në pyetje. Patjetër, këtë thash. Nuk kërkojmë procedurë. Këtë thashun. Nuk kërkojmë për një statistikë, se ne nuk kemi këtu për këtë gjë. Po të paktën të merret në pyetje, se s'ka mundësi të dështoj Beqaj dhe Rama mos të pyetet. Nuk ka mundësi të dështoj Balluku, Rama mos të pyetet. Nuk ka mundësi të dështojmë Anaseliu, të dështojmë Gjaçka, të shiten pronat, të privatizojnë pronat e ushtrisë. Dhe mos të pyetet Rama. Pra do të thotë, gjithë këta pas kanë hongër darda pas shpine, o vëlla, po është kështu, shkëm edhe ne vëlla atje, edhe bëjmë ministra. Të hajmë edhe ne na i dardh. Së shumë, pra prandaj po them që po do zoti Brau të rrisi nivelin e tij, edhe patjetër nga këto dështime që thamë prendshim me shumë të drejtë, sigurisht që do guxim. Kush është SPAK-u që do doje ti, Zhdima, se ti jetë kritik shumë i madh, je kritik sigurisht me bazat e tua, të cilat i argumenton me bazë ligjimi, me bazën e perceptimit tuaj personal. Kush është SPAK-u i 2026 që do doje ti? Çfarë do doje të shihe në 2026-ën? Le të themi si çështje jetimore, nuk po flasim për burgun, se burgun e thamë është një diskutim që a debat. Njërën e thej që të merret Rama në pyetje. Tjetër çfarë do kërkoje ti ndryshe? Unë nuk pres nga SPAK-u që të ndaloj punën, sepse më pëlqen mua që SPAK-u s'duhet të hetojë. Mirë, SPAK-u ka për detyrë të hetojë, po jo të bëj statistika. Dhe jam shumë i qartë për këtë. Por ajo që SPAK-u nuk e bën është flagranca. Pra, nuk do ta bëj. Edhe tani me krimin organizuar këto pradat më mbret që do të shikojmë në tra, nuk do ta bëj. Thjesht do bëj sikur po e bën. Flagranca është gjëja më e madhe në kodin e procedurës penale. Pra unë, sa po kryen krimin të kap aty në flagrancë, brenda 72 orëve gjatë kohës së flagrancës. Këtu për mua quhet SPAK. Jo SPAK
shiko po na vin disa letër porosi, shiko ne po presim ndodhi rasti në Rinas, e ka marrë prokuroria posaçme ta hetoj? Se dim. Jo, sa them unë nuk e ka marrë. Çfarë thoshte Dumanit na sjellin me shkrimin e, ore, a janë vetë apo bën vetë këta njerëz? Shiko, zoti Zlima, një gjë. Spaku do provohet në dy çështje. Në çështjet ku është implikuar zonja Balluku, që ka të bëjë me çështjen e Unazës së Tiranës, sepse janë ende të pakolauduar si punime, nuk janë dorëzuar. A edhe ne qarkullojmë aty s'kan mbaruar. Pra ne qarkullojmë edhe nuk janë Po ne qarkullojmë edhe në tunel. Çfarë thua? Ne kemi futur një vit, kemi qarkulluar në tunel, edhe pse kishim dëgjuar që kishim dëgjuar ekspertët grek apo italian që nuk ka kushte sigurie. Jo vetëm aty në tunel, po në disa tunele. Unë nuk po i përmendim tani për etik, me qenë se më kërkoni dhe unë të bëhem me etik, të bëhem dot me etik se i till jam. Unë jam i drejt për drejt, dhe unë qytetar po them të vërtetën. Ky kam qenë, ky jam, ky do mbetëm. Le të jemi keq i vetes, po të vërtetën duhet t'ia them qytetarëve. Problemi qëndron që Spaku ka drejt të provohet tek Unaza e Tiranës, ka drejt të provohet tek vjedhja e naftës, bankersi, sepse vazhdon akoma vidhet Shqipëria, dhe në mënyrë të veçantë që ka të bëjë me flagrancën, jemi në procesin e ndërtimit të aeroportit Vlorës, ku është prononcuar publikisht, dhe nuk dia e ka thirrë Spaku, Begjet Pacolli, është në prokurori Tiranës. Një biznes. E me gjithë se ka nisur dhe një jetim në Spak, e drejtë, ka nisur dhe një jetim në Spak, e drejtë. Të lutë, kanë dalë emrat e agallarëve. Në momentin që dalin emrat e agallarëve, fillon Spaku. Po, shiko, ore ta heqim fjalën Spak, drejtësia e re. Themi drejtësia e re, sepse të gjithë kanë kompetencë për ta mbrojtur Shqipërinë. Po. Tani, Begjet Pacolli ka deklaruar një shifër shumë të madhe, që flitet për 150 milion euro. Po. E nëse Spaku nuk do të veprojë në flagrancën për të gjetur 150 milion euro që ka deklaruar një biznesmen, do ta thoja i nderuar për Shqipërinë, se këtu në Shqipëri s'ka bërë gjë, po ka qenë një figurë e shtetit Kosovës, se ka qenë presidenti i Republikës Kosovës, deputet, dhe nuk jam këtu për ta mbrojtur, ai ka mund të ketë ato problemet e veta, por fakti që ka deklaruar që më bën pabesi, se më sollën turqit, pa e ditur, e mi futën në pjesë, pavarësisht çam kishim premtuar, Spaku tulet edhe të shikoj vetëm kontraditat e bisedës midis Ramës, Ballukut, Begjet Pacollit dhe veprimeve konkrete në aeroportin e Vlorës. Por ka një problem. Po. Unë kam një informacion që ai 2% që ka hinë lojë. Që 2%? Po. Po një që ka hinë një konkurrent, një ortak me 2%. Po. Nuk është i paqenur, se përfaqëson dikan. Dhe ndaj do të shkonte ai 2% dhe shkonte 49 ose 51% dhe të bëshin dalje Begjet. Nuk e di. Një mik të Ramës. Tani unë dua të them ose më mirë themi një vëlla të Ramës. Po, unë dua të them diçka. Një si vëlla. Për zotin Rama, kjo më duket është edhe një përgjegjësi politike, se me sa mos gaboj unë në 2021 ishte një premtim elektoral që do ndërtojmë aeroportin e Vlorës, mos e gaboj unë. Pra do të thotë që zoti Rama e kishte premtim, dhe përderisa e premtoi, do thotë edhe organizoi skemën për të ndërtuar. Tani a është ndërtuar me ndershmëri apo jo, ne se dim. Por kjo është mbeti një skandal. Ta kërkoj një nder. Po. Më kujtove një diçka, edhe du për ato qytetarët, bashkëqytetarët e mi, t'u jap një lajm të mirë pritur që Rama i terrorizoi për ndërtimin e hidrocentralit Skavicës, dhe nga dje ka vdekur. Hidrocentrali Skavicës nuk do të bëhet më, nga dje. Pasi është hequr nga programet afatmesme dhe afatgjate të qeverisë shqiptare, për shumë arsye të cilat do të kemi kohë të ndërgjegjësojmë bashkëqytetarët Dibran, sepse e kam pas që kiq mbi kokë, dhe ca shkencëtaruca dhe inxhinieruca
dashamirës dhe servil të qeverisë që argumentonin që bëhet për dy arsye, për të shtuar energjinë elektrike dhe për të parandaluar përmbytjet në Shkodër. Unë ju them sot, nuk do të keni ma mundësi të bënin genocid në popullin e Dibrës, të mbytni përjetësisht 35 fshatra me 20.000 banorë në Dibër për të parandaluar përmbytjen e përkohshme të 600 familjeve në Shkodër. Jo, Dibra nuk do të mbytet nga liçeni i Skavicës dhe nga projektet e Ogurzeza të qeveritarëve shqiptarë të kuq dhe blu. Pasi atë projekte kam pas ëndër zyrtar të gjitha qeverit për të vjedhur për vete dhe jo për t'i bërë mirë Shqipërisë. Andrej Prenqi. Po vazhdonim zhlima bisedën e një spaku sipas standardeve tuaja ideale. Po, mbaroi flagranca, pastaj duhet kemi parasysh që spaku ka zvarritur shumë dosje, pavarësisht se i kanë të regjistruara. Dosja Balluku nuk është thjesht lajmi i fundit, por është thjesht fakti i përditshëm, i përditësuar gjithmonë në rastin e spakut. Një kallëzim penal i 2021-shit del si rezultat të 2025-s edhe kërkohet të jo thjesht mas sigurimi fillestare, por tregohet qartësi që prokurori kërkon të bëj një show politik duke bërë fillimisht duke marrë panderë zonjën Balluku dhe në fund fare duke kërkuar pezullimin e detyrës së saj dhe pasi nga pezullimi kryeministri i detyruar gjykatës kushtetuese patëm rastin duke parë që bëri kërkesën për heqjen e imunitetit. Pra, këto dy fakte na tregojnë qartësi që spaku nuk ka pjekuri juridike të dur apo nuk ka guximin e dur në momentin e dur. Pra do të thotë që ne nuk mund të presim nga një prokurori e cila është ardhur nga një sistem më parshëm, që janë plepat një, të rivazhdoj frikën, procedurën dhe zvarritjen të paqëllimt, ose më mirë një zvarritje e cila nuk ka justifikim, të na thotë që ne sapo themeluam, ne nuk ishim gati, pra më fal, kjo drejtësi nuk është drejtësi e re në kuptimin që këta i morëm nga bankët të shkollës dhe i futëm në krye detyrës. Këta i morëm nga institucionet të drejtësisë së mëparshme, i hoqëm nga aty, i çuam po të dhe njëjta strukturë që quhet drejtësi, ose të njëjti sistem drejtësi, dhe i tham, çuna, goca, jeni gati të luftoni edhe flagrancën, edhe mos zvarrisni procesin. Dhe jo me justifikimin që kemi dosje, sepse, shiko tani, jemi realist tani. Dosje kanë. Dosjet ka gjykatët dhe prokuroritë të zakonshme, se kanë shumë subjekte, pra kanë gjithë qytetarët shqiptar. Ata kanë 140 deputet dhe funksionar publik. Tani nuk janë të gjithë funksionar publik. Edhe kriminal. Ku i ke? Po kush jetoj grupet kriminale? Po ku ka më grupet kriminale? Të pafajshëm do t'i kesh në burg, të pafajshëm do t'i kesh në burg ta garantoj unë ty. Të fajshëm do t'a kesh, ngjarja si ndodhi në Rinas, spaku do të kishte shku në flagrancë, do të thoshte prokurorit të Durrës apo Tiranës kush e kap, ik zhdu kutisë do ta marr unë sepse unë kam të gjithë infrastrukturën për të parë situatën ashtu siç duhet. Dhe jo ne të presim të ndodhin ngjarje kriminale në Shqipëri, edhe thot spaku, pasi erdhi mos kompetenca nga gjykata nga prokuroria X, unë tani po hetoj. Jo zotri, krimi organizuar luftohet në flagrancë, sepse ne jetojmë në atë qytet, jetojmë në këtë vend dhe në çdo moment një band kriminal mund të vrasë një band tjetër, por në sy të qytetarëve të pafajshëm. Jo sa ata që vrasin njëri tjetrin janë të fajshëm, por edhe ata të pafajshëm janë, pse zgjedhin rrugën më të gabuar të larjes së sapesh. Por puna është si ka mundësi të përfshihemi ne, si qytetarë të thjeshtë të këtij vendit, në konflikte midis grupeve kriminale, sepse kryeministri ose minimalisht kemi riskun. Kemi riskun, kryeministri i vendit tha hëngshin kokat e tyre. Ore, a derisa e tha kryeministri i tyre të paktën le të hajnë përpara kryeministrisë. Po jo të çdo deri qytetarët shqiptarë ne qarkullojmë në për autostrada dhe kemi frikë të qarkullojmë për sepse situata është e pasigurt për shkak se nuk ka as policia e shtetit nuk është në nivelin e Durrës, është policia e partisë, se kemi thënë vazhdimisht këtë rastin e kryepolicisë që çfarë bëri kryepolici? Doli në një konferencë për shtyp dhe normoi një ligj. Çfarë? Parkim makinave 2 fish për bën vepër penale. Ku ndodh këtë në një vend demokratik më? Ku ndodh në një vend që ka një të paktën polici shteti dhe jo polici partie? Kur nuk ndodh kjo gjë? Prandaj them që unë nuk është se pres në gjë shumë të madhe, sepse unë dua
Në detyrën time si avokat, unë i kujtoj gjithmonë gjykatës në proces niveli i saj ku duhet të jetë kushtetues. Në rast se gjyqtari bën pakt dhe është në pengmarrje, unë s'mbaj përgjegjësi sepse ai ka shkallu. Edhe prokurori ku është në pengmarrje, se ka ndryshuar mbiemrin ose ka bërë ndonjë gjë, ka bërë ndonjë video seksuale, korrupsioni, unë se mbaj peng atë. Ai ka mbajt vetë peng vetën e tij, jo unë. Edhe i kujtoj edhe prokurorit dhe gjyqtarit që të dy ju do mbaroj dita e punës tuaj. Po do të dilën te kjo shoqëri, nuk të jep ty asnjëri amnisti. Leja atë që thënë do të ja marrin azil jashtë shtetit. Pra, kjo narrativ që është ndërtuar që prokurorët e posaçëm dhe gjykatësit do të ikin nga Shqipëria sepse do fusin këta në burg, edhe ne do shpëtojmë, kjo është një mashtrim sepse rastet të ndryshme, ajo edhe rasti i Maduros, po do kalojnë e pe çfarë Trumpi, ore do qeverisë nga partia e tij derisa të gjejmë radhë të futemi ne dhe të mbështesim dikë tonin. Pra do thotë që edhe pse ja. Shkurtimisht, dosin akshi, si ke parti? Është një tim cilësor ku dalin personazhe të kësaj natyre. Kupton ti që s'pa ka bërë një gjysmë punë aty sipas konceptit tuaj avokat. Rasti i Akshit ishte një rast i cili filloi dhe cenoi interesat e brendshme të SPAK-ut, cenoi sigurinë, cenoi vijat e kuqe, jo sepse ishte momenti për të arrestuar, por sepse në një moment të caktuar edhe vetë njerëzit ku janë të detyruar jo me dëshirën e tyre, po me detyrim të dhunshëm, të bëjnë disa veprime në fund fare shpërthejnë dhe është natyra njerëzore të shpërthesh ndaj një person që të bën ditë për ditë presion, sigurisht që do të marrësh një mas, por më lejon të them një fakt tjetër. Zoti Dumani ishte personi që ishte, do thosha, afër zotit Manja, Ulsi Manja. Një foto qarkullon dhe asnjëri nuk e ka fshehur, një takim privat të tyre. E drejta e tyre të bëjnë takime, po ju e dini shumë mirë që nesër njerëz merren në qafë për arsye takimesh. Interpretojnë takimet, bën thashë them. Pra këtu kuptohet qartësi që zoti Dumani ka marrë politikisht një garanci që Partia Socialiste fiton mandatin në 4 ashtu siç ndodh në realitet që Partia Socialiste me gjithë këto arrestime, procedime, statistika, dështime, zoti Prençi i përmend të gjitha dhe sikur të ishte pra përfaqësues partie dhe vet Partia Demokratike që partia e dytë nuk i thot këto dështime që tha zoti Prençi. Pra, duke marrë të gjitha këto si referencë, zoti Rama nuk mund të marrë 83 mandate duke pasur task force-ën e zotit Dumani aty në krye detyrë si do t'i kapë të gjithë në flagrancë, pati ju të arrestuar nga Partia Socialiste? Jo, nga opozita. Dhe madje u morën me një parti të Enkeleta Liberit në Fier. Pra, e kupton tani çfarë arrit SPAK-u? Ik nga kjo. Zoti Dumani në momentin e fundit, për shkak të inatit se e tradhtoi edhe Ulsiu, për garancinë që do të merrte mandatin e dytë dhe do të ishte ai edhe do të ikte si kryetari i SPAK-ut me kokën lart, dhe do të bënin ata një pas, do të bënin një taktik të bukur, të bënin ndryshime të ligji organik, s'ka rëndë si kushtetuta, se këta për kushtetuta për një ditë të bëjnë, dhe zoti Duman të ishte dhe të emëronte përsëri kryetari i SPAK-ut me ndryshime kushtetuese dhe ligjore. Kjo gjë nuk ka arrit, sepse patët shumë mirë rastin e komisionit Xhafa që u ndërpre dhe pastaj rifilloi. Kur Dumani pas ka shërbyer kaq shumë mirë Ulsi Manjës dhe qeverisë, pse nuk ja dhan këta shdhima? Një sekond. Me qenë se po thoni kështu. Një sekond. Dhe pastaj zoti Dumani tha, tani kemi të bëjmë me një dosje shumë të fortë, që është Akshi. Dhe para se zoti Dumani të firmoste aty, në një firmë ke zotin Xholi, kandidatin për të marrë drejtimin e SPAK-ut dhe firmos në emrin për llogaritë të zotit Dumani, për shkak se zoti Dumani ishte mos gaboj në Bruksel duke raportuar atje. Dhe kjo gjë pse ndodhi, sepse pabesia, prandaj ju thash, janë këto pakte të cilët ti bën pakt dhe në fund fare quhesh i tradhtuar. Kush e tradhtoi Dumani? Partia Socialiste, zoti Rama dhe zoti Manja. Shumë që përmendë Xholin. Po zoti Xholi ishte personi që u detyrua të firmosë në fund fare dhe në fund fare për shkak se firmosi anëtarët e Partisë Socialiste që janë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë nuk votuan atë, po votuan zotin Brau, sepse ne kemi thënë shumë mirë këtu që zoti Brau do emëronte sipas fotografive që kanë nxjerr ambasada amerikane. Dhe ne kishim paraprik këtu që zoti Brau do emëronte sepse në çdo foto dilte Dumani, dilte aty Brau. Dilte Dumani, dilte Brau. Pra, në çdo vend dilte Dumani kishte edhe nga një Brau nga mbrapa. Pra do të thotë që e gjithë kjo situatë që është ndërtuar e bukur që duket në publik që amerikanët, ndërkombëtarët, afrikanët bëjnë namin, e kupton? Por ju
ju duhet keni parasysh diçka. Kur merrni një kredi, kontratat tek kredis janë ato që ne themi, ose kur bën një kontratë ti, janë disa shkronja janë të rregullta, i shikon. Kanë disa kontrata që janë disa referime, dhe ato janë në gërma shumë të vogla. Pra nuk i shikon dohet patjetër të shikosh me kujdes. Dhe aty unë them gjithmonë fshihet djallë në detaje. Dhe ajo është detaje, pra detajet të cilat kemi parë rast pas rastet, të rastet edhe të zot Duman dhe zot Brau, do të shikosh që aty fshihet një detaj fort, dhe atë detaj nuk e dim ne, dhe nuk del në haprat e para fillestare. Ajo do dalë pak më vonë. Ajo do dalë në një moment të caktuar. Prandaj ju them që duhet mbajmë pak frenat, sepse duhet parë gjithmonë se si zoti Rama do të reagojë në ngjarje të cilës është përfshirë ai. Spaku në fund fare mund të bëjë vetëm këtë, zvarritje në një dosje, jo asgjësimin, sepse asgjësimi bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, në rast se Sali Berisha dhe Edi Rama bën pak. Që nuk e kanë të vështirë.